A duhet me u përgadit shumë për këtë gara, Bora? Po, do të mu përgadit shumë, se nuk aten për parime, kur vinë garu njerës të tjerë, mundën edhe me ma kalu se nuk i dihet, po nashta do t'ja dalë. E me ndonë gjithmonë që kemi ja dalë? Po, se nëse ushtran, do t'ja arrit. A shkon çdo ditë në not, Bora? Jo çdo ditë, po e kam veç një ditë pushim. 6 herë në javë kam kështu intensiv. Po, edhe e bëj edhe një sport tjetër që është fitness. Po. Në fitness e kam veç 1 orë, kurse në natë 1 orë e gjysmë. I kam kështu të ngjitme, për shembull në fitness e kam 1 orë, edhe tani më një herë e kam notën 1 orë e gjysmë. 1 orë e gjysmë. Aty tek stepi. Do me thonë edhe fitnessin edhe notën janë bashkë të stepi aty? Po, janë në katën e dytë, unë në katën e parë. Aha, okej. Në këtë këto ushtrime intensive me siguri ki edhe regjim ushqimor, rregullat e ushqimit? Po, për shembull në mëngjes, prindërit e marrin një ushqim që është me avokado dhe me ve, ato për çdo ditë ha për mëngjes. Do me thonë ki rregullat ushqimit për me pas që kondicionin, forcën për me marrë pjesë në garat te për shpesh që i ki gati çdo javë ki gara. Po, edhe du me cikë që edhe kur e kry fitnesin, e kam si një gel për me hangër, për me pi, ose me hangër, që me pas energji tani për natë. Edhe kur e kry nutin, me njerë e kam një pije që ka proteina në të. Po, këto rregullat du të mi unë përmbajt se cili fëmijë që dëshiron me qenë një notues i mirë, me pas sukses, si që ke pas edhe ti, sepse ka shumë rëndësi edhe kondicioni, edhe energjia, edhe pesha e trupit, edhe vullneti, edhe vendimi për t'ja dalë, për me marrë pjesë të gara, sepse çdo garë ka stresin e vetë. A je duke planifikun me marrë pjesë me naj garë tjetër tash, Bora? Jo, po Rita, trajnerja jone, na kallëzë në cik kur kemi ndë një garë, po në qëtë jave kemi një garë të diellën, po më duket në të diellën së të shtunën, ato jenë bajtër në Maqedoni. Okej. A përgatitesh më shumë para garave? A ushtron orë më shumë para garave? Jo. Apo njësoj? Jo, na për shembull në ditën e fundit, atë të ushtrimeve, ditën e fundit të ushqimeve kur ja fillën gara, e kemi për shembull 1 orë, se adim me pushu ma shumë. Aha, okej.